Policia e Durrësit ka finalizuar fazën e 14 të operacionit policor të koduar Storm, pas një hetimi 2 javor, të ndjekur me metoda proaktive, në kuadër të goditjes së aktivitetit të prostitucionit. Si rezultati i operacionit, u proceduan penalisht në gjendje të lirë 2 shtetase braziliane, TC 35 vjeçe dhe AF 39 vjeçe, për veprat penale prostitucion dhe për shtatje ambienteve për prostitucion. Gjithashtu për veprën penale prostitucioni, u proceduan në gjendje të lirë edhe 2 shtetas shqiptar, ED dhe SA, banues në Durrës. Nga veprimet hetimore, rezultoi se shtetaset e huaja kishin marrë me qira një apartament në zonën e Volgës, lagja nr. 1, Durrës, të cilin e kishin përshtatur për ushtrimin e aktivitetit të paligjshëm të prostitucionit. Gjatë operacionit u sekuestruan në cilësinë e provës materiale shumë parash në valuta të ndryshme, konkretisht euro, lek, dollar amerikan, pound britanik, franga dhe dinar, si dhe 2 pasaporta të shtetaseve të huaja, 8 aparate celular, karta telefoni dhe bloqe shënimesh. Materialet proceduriale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme ligjore.